Unë shpalosa një ide, të cilën ju e pranu masa që ishte atë prezente për shpalosa ide, që me temat që do t'i trajtojmë këtu, me qenë tema që janë trajtu për autorëve më të mëdhenj që ka që njëtë sot bota, përmes librave të tyre, veprave të tyre që janë bazament, që janë bazë. Për shkak se nëse ne jemi të aftë, ose të themi jemi të mveshur, pajisur, trajnum, edhe i njohim ato baza, parime, zakone. Ajo është themeli që vendosim njerë. Ka dhe themeli tjera të autorëve tjerë, po është e themel. E bëhet aq i thellë, sa ne manden në bitërti me sipër, kemi shumë letë, çdo një uri që e marrim, praktikisht e rendisim nga një kat ato në shpejtësi të madhe. Edhe krijojmë personalitetin ton aq të fortë sa bukfalisht me fuqinë e mendjes tonë, me fuqinë e atyre dijeve, ose të themi parimeve, krijojmë vlerat që ne i do. Materialet mas lehti. Vlerat materiale. Njëre për gjithmonë duhet me pas në kohë se nuk është e mundën marrë deri te vlerat përmes jo vlerës. S'është e mundën. Ato me qenë qëndrueshme, ndoshta një herë, dy herë që ne patem, sa qëndrueshme. Një nga librat që janë bazë, që unë kaloj shumë për shtypje, është libri i autorit Stephen Covey, 7 zakonet e njerëzve të suksesshëm. Edhe është bjen në grupin atyre librave që nuk mjafton vetëm i lexu. Po bjen në grupin e librave që duhet me i studiu, që duhet me i mësu, me i mbajt mend edhe me i kuptu thellë. Procesi i leximit edhe mësimit është proces jo i lehtë. Dhe veç me lexu, pa koncentrim, pa i kuptu, është kohë e humbur. Vetëm i friq syt, edhe është kontraproduktive. Për me qenë produktive dhe me qenë edhe me i kuptu thellë. Për me kuptu thellë, për me hy thellë në gjendjen, ose të themi në motivin e autorit. Motivin e autorit hyni, mos shumëti, kur keni dëshirë një mendim brenda me interpretu tjetër. S'muni me interpretu nëse ju se keni kuptu mirë, edhe s'muni me interpretu nëse nuk e keni kap atë esencën, thellësinë e mendimit. Unë, për herë parë ku ka rëndorë një libër, unë kom qeni fascinu, pastaj ku lexu, s'di s'majme da ku lexu mas pari shqip apo maqedonisht. Madej, jo, kroatisht e kom lexu, ka qenë skript, ka qenë libër. Madej gjeta botimin maqedonisht, madej gjeta botimin shqip. Gjatë kësaj jave, kom bë krahasimin e përkthimit në gjuhën maqedonase edhe atë shqipe, për shkak se disa vende ku mendoj se s'ka qenë me fat përkthimi, e kom sqaru me botimin tjetër edhe anasjetës. Për shkak se përkthyesi mundohen në ato lojën e fjalëve dhe frazave me dhënë kuptimin e përgjithshëm, nuk shkojnë në përkthim bukfaq. Edhe është gjatë rileximit, kom hyj edhe më thellë se sa për herë të parë, për herë të dytë ose për herë të tretë kur kom lexu këtë libër, edhe është me të vërtetë fascinant. Spari, Stephen Covey vjen në grupin autorëve, i ditë diskutova rreth autorëve, vjen grupin autorëve që citohen, grupin autorëve që punojnë në fundament, nuk punojnë në sipërfaqe. Do thotë, keni autor që sipërfaqësisht e bëjnë
e bëjnë atë ndryshimin, që është okej. Po keni autor që në themel e spjegojnë fenomenin. Pak më mirë ta spjegoj. Vetë Stephen Covey e ka 200 vjetorin e fundit. 200 vjetorin e fundit. Librat që në shkru 50 vjetë e fundit, dhe nëse mirët parasysh kur është botu ky libër, shtoni edhe 20 vjetë, thot, librat që në shkru 70 vjetë e fundit, flasin për, prekin vetëm PR-in e njeriut. Thot, etikën e personalitetit, ne duhet me u shprej, kur shprehemi, edhe si pamje fizike, me veshmbathjen, me veturën, me atë që e flasim, me atë që buzëqeshim e tjerë, e shpreh vetëm etikën e personalitetit tonë. Mirë, po s'do më thonë se kemi karakterin asisoj. E ndanë dy elemente janë, do më thonë etika e karakterit dhe etika e personalitetit. Librat që në shkru 70 vjetë e fundit kanë punu për ngritjen e etikës personalitetit dhe ka qenë ad hoc, në mënyrë instante, në mënyrë artificiale, ne më do bukur me vozit vetur, bukur me dhoni fotografi jo pak sikur të mbuluar, sikur të kamufluar, një farë maske bukur, a që në realitet nuk është tërësia brendia jo në karakter. Dhe ata libra janë shkru prej autorëve që, dhe kjo ka ndodhur pas luftës dytë botërore, e këndej, prej autorëve që në realitet e ka mësu njeriun me qenë suksesshëm përmes në afat shkurt. Mendo mirë, përfiton shumë, buzëqesh shumë, e tjerë, ose duku bukur, ose vozit vetur mirë, por në realitet ajo nuk funksionon. Nuk thot Stephen Covey se nuk është mirë me pas edhe atë. Nuk është. Ki njerëzit që kanë etikën e karakterit, edhe që nuk di me shprej, ata me kalimin e kohës vinë shprejë, mi po pak me vones, ata praktikisht që kanë bazamentin, thelbin, nëse kanë edhe këtë dytën, ata vinë në janë shprejë, vinë shprejë, thotë është mirë edhe etika e personalitetit. Mirë, për etika e personalitetit, pa etikën e karakterit, është mashtrim, është manipulim. Autorë që kanë shkruar libra në 150 vjetorin e parë, se një për këtune 220 vjetë, a e thot 200, po 220, po shtoj se a i niset me numra për kohës kër e ka botu libra, kër e ka shkruar, janë libra që kanë ngrit etikën e karakterit. Etika e karakterit është themeli i njeriut, i cili bazohet në principe, në zakone, në rregulla universale që vlejnë në çdo kohë, në çdo vend, për çdo njeri, për çdo shoqëri, pa përjashtim. Edhe është shumë interesante se masa e njerëzve që sot jetojnë në botë, por dhe gjithmonë që kanë jetuar, është e pasuksesshëm për shkak se i ka dhënë rëndësi cilës? Etikës personalitetit. Nuk jemi në ata që e luajmë rolin që jemi. Është një fjali, dhe thotë, ne jemi ata kur jemi vetë. Ne jemi të vërtetë kur jemi vetë. Kur jemi ne vetë, ne dim kush jemi. Në momenti kur s'jemi vetë, ne fillojmë me lujt në aktru, me lujt role. Shumë është me rëndësi kur ne shohim vetën zhveshur prej rolet, zhveshur prej maskave, e shohim tamam sa kemi pesh si personalitet. Dhe është e ditur, po ka elemente që nuk i di. Stephen Covey i prek ato elemente. Temat do t'i shpjellojmë me renditje të librit, po do t'i kapim jo bash asisoj për shkak se atëherë vjen në mënyrë mekanike. Do t'i kapim asisoj edhe një nga një, me kalimin e kohës, do t'a kemi qartë krejt mozaikun dhe do t'i përsërisim në forma të ndryshme. Ajo që është
si hyrje, do të thonë hyrja e librit, çdo libër kur ta lexoni, mos e lexoni duke kthyer hyrjen para thënë. Mos. Shumë njerëz e kthejnë para thënë edhe përfundimin, edhe lën librin, nëse fillon me para thënë se lini në gjys. Fillon prej para thënies, a para thënia e jep atë bazën kryesore. Çka është esenca para thënies këtij? Sfidat e jetës me kalimin e epokës jetës janë më të mëdha dhe më të mëdha. Dinamika, shpejtësia e zhvillimit i njerëzit do të rritet. Edhe kërkon përgatitje vazhdimisht më të madhe dhe më të madhe. Nëse shkojmë me sistemin jo përshtatshëm, vazhdimisht të maskave, ne duhet vazhdimisht me vënë maskë të re, sa më shumë që kalojnë që ofrojnë sfida të reja. Për shkak se maska e vitit të kaluar nuk vlen për këtë vit. Ama nëse kemi bazën, atëherë ato janë parime. Nëse janë ato parime vlen në çdo kohë, në parathënie thotë, gjithmonë parimet vinë në kundërshtim me zakonet popullore që i kemi. A zakonet popullore s'kan vetëm shqiptarët, kanë gjitha kombet në tonë. Zakoni neve na fut vazhdimisht na hudh jashta suksesit. Për shembull, nëse ju keni vu prioritete në jetë, çfarë prioriteti i jepni në jetë? Ma thoni 1-2 prioritete. Çfarë keni më rëndësi në jetë? Shëndeti, familja. Për ditë çka bëjmë? Ne prioritete kemi vu, ama në aktivitetin tonë nuk e kemi. Ne prioritetin tonë e kemi këtë. E kemi ushqimin jo shëndetshëm. A kërkojmë? Shëndet. Themi familja, as ja shohim syt familjes për 24 orë, as ja shohim 20 orë. Do të thotë më shumë. Do thotë e dimë çka është parim, ama zakonet, aktivitetet tona, shprehjet tona nuk e plotësojnë atë parim. Edhe në pikpamje të shëndetit fizik, edhe në pikpamje të shëndetit mental, edhe në pikpamje të shëndetit financiar, edhe në çdo pikpamje. Duke ditë këtë, ne kur vendisohemi për këtë, atëherë prioritetin e vendosim ndryshe. Them, po e kam rëndësi shëndetin, edhe sillem në bazë të asaj rëndësie. Kam rëndësi familjen, po sillem në bazë të asaj. Për shkak se ju mund të arrini nesër sukses të madh material. Nëse keni dështuar në familje, dëshpërimi është edhe më i madh. Sa më shumë para që bëni, aq do të jetë dëshpërimi më i madh. Se do ta kërkoni dashurinë ju që e keni me një farforme e keni këcy. Nuk i keni vurë, nuk i keni dhënë rëndësi. Kur ti drejtoj nipit apo mbesës, tash keni vë parë, se ju tash keni bërë para masirit përmbushur me dashuri, ato ju kthejnë shpinën. Edhe ju shihni se ato para janë totalisht pavlefshme. Ju dike mund ta doni, ama ato nuk ju doni. Për shkak se gjatë rrugtimit e kom ditë se është shëndeti dhe familja. Mi po në vepër, për ditëshmëri, nuk e kom realizuar. Edhe kjo është, thotë, zakonet, shprehite e kombeve, shprehite e njerëzve, që janë popullore, nacionale, vinë në shpërputhje, në kundërshtim me parimet. Kombet që më shumë i respektojnë parimet, ata janë shumë për para. Mirë po neve, jemi të interesuar personalisht në qenë, ju mbajt atyre parime. Dhe ndër lartë poshtë, kjo është hyrja e parathënies këtij libri. Do thotë ne kemi patjetër në vazhdimsi me metodat e parimeve, me rregullat e parimeve, vazhdimisht me mbi ndërtuar edhe me mbi mbajt vetvete.
me u përkujtu, e tjerë, e tjerë. Edhe vazhdimisht në çdo sfidë që paraqitet në jetë, me vu matësin, ose themi vagën, peshorën e parimeve. Edhe atëherë kemi krejtësisht qartë. Libri pastaj vazhdon me prapë është në pjesën e parathonjes pashme, edhe mirët me orientimin nga brenda jashtë. Kjo është temë shumë e fortë. Thotë, ka të bën me paradigmat. Paradigma është sistemi jonë i shiqimit të fenomeneve, perceptimeve tonë. Edhe ne krijojmë një paradigmë, krijojmë një matricë tonën, si i shiqojmë gjëra, jo vetëm me në pamjen fizike, po si i kuptojmë edhe si renditën në ato, themi, renditjet tona të prioriteteve. Edhe çdo njeri e ka matricën e vet. E ka të vetë. Edhe ajo është shikimi si ne e shiqojmë edhe kundrojmë botën. Jetën, fenomenet, njerëzit, biznesin. Mi po pyetja, a është ajo ashtu siç ne e shohim? Pyetja është, a përputhet paradigma jonë me realitetin? Tjetër është, si ne e shohim dhe si ne duam ta shohim, a kryesisht tjetër është ajo çka realitet është. A paradigmat krijohen prej rrethonave, prej sistemit të kaluar, prej familjes, prej sistemit shoqëror, prej përgatitjes tonë, po edhe prej asaj sa ne e kuptojmë se në realitet, kur shohim diçka, ne duhet me thonë, sipas mendimit tim, sipas bot kuptimeve të mia. Ajo me thonë se është kjo çështu. Se nëse themi kjo është kështu dhe s'ka tjetër, atëherë ne jemi këtu shumë të ngurtë. Në realitet jemi të ngurtë. Pse? Për shkak se sistemi neve na ka mësu, këtë sistemi, na ka dhënë na ka sugjeru, ose themi na ka programu, na ka sistemu, programu, na ka dhënë një gjykim që sistemi i shef gjëve. Edhe të themi nëse unë, tash, bëj një eksperiment me ju, edhe ju orientoj mendimin, vetëm për 10-20 sekonda. Vetëm për 20 sekonda. Atëherë jo në bazë të atij sugjerimit tim, ose të themi mujmë për çato 10 sekunda një shikim caktum me përcaktu paradigmën e ju. Rreth asaj. Nëse mundem unë për 10-15 sekonda me bëhat punë. Pra mendoni jeta që na ka bërë neve në sistemin e vendosjes së perceptimeve tona për botë. Edhe kjo është sistemi ku Stephen Covey e kapët shumë më varet, a e shohim botën prej brenda jashtë apo prej jashtë brenda. Prej brenda jashtë është kur kemi bazën, kur kemi shtyllën kurrizore të karakterit. A kur nisemi prej jashtë brenda, ne kemi atë shtyllën e çështës etikës personalitetit ku ata jashtë përcaktojnë formën instant sjelljes time. Edhe kur ju paraqiten njerëzit në telefon juve, edhe kur ju bëjnë presion, ne marrim për jashtë brenda, me ato shikimet e tyre. Ajo është edukata e tyre, ajo është paradigma e tyre, nuk është e juve. Nëse ju veproni për brenda jashtë, atëherë e kuptoni pse ata janë ashtu, edhe sa është e mundur, marrin pjesë në ndryshimin e asaj paradigme. Do ta bëjmë një eksperiment vogël. Unë jam pasuesi renditjes të temës, po ta marrim do ta ndajmë do bëjmë këtë eksperiment edhe për sonte mjafton se edhe binarët edhe kjo u zhvillon pak. Do të kështu. Do ta ndajmë në dy pjesë të hapësirën, ta bëjmë një eksperiment. Juve qeni majtas me, i vjet gjatas jeni,
hajde, t'ja thas dhe majtë s'është me rëndësi, do t'ju tregoj një fotografi, ama për ju është, për ju është tjetër. Okej? Mandej krejtve do t'ju tregoj fotografinë e tretë e do të tregoni çka keni pa te fotografia e tretë. Ama qenë sinqert, është dikush për të është ai ka hap librin edhe din para kohës, ama do të qenë sinqert. Do thotë çka kemi pa, për shkak se nëse ne kemi provu këtë libër më parë dhe ju keni hap librin edhe din lojën, atëherë ti është si kur punë ndrejqën, si kjo reali që ndrejtë rezultatet. Kemi të qartë. Do thotë, ju të tregoj një fotografi, ju e fotografin tjetër, në fotografin e tretë, do të tregoni tamam çka të parën e keni pa. Okej? Ka të shkojmë me ju. Do thotë, ju ktheni kokën nga tjetër. Ajo kthej këndej. Shiqoni fotografi dhe mbajni me. Futni kokën, jo vetëm ju shiqu që ashtu. Me folë s'ke me fut, jo. Mëse folë kur gjo, ma dhe e folë. Shikni fotografinë dhe që ato që për shifni futni kokën. Apo e shifni? Apo shema jo? Da s'ku me veda punë shpet. Isak, e kitë që Skender, apo shifni këtë fotografi? Shtini kokë fotografi. Kjo fotografia e juji. Edhe kjo real. Okej? A në bajtë të me? Tash me dhonë me vizatu e vizatoni kretë. Ha? Së është problem. Okej. Ju kam i tërgu një tjetë. Okej? Ha? E prove. A përshirni? Shtiri në kokë, prapë komu këtë. Mos u frigo? Nësë më vëshër? A vëshër në dhe këtë? Mos shpionati? A e pa? Ani, s'pali. Dikush u për kjo e paraqit, kjo herën e kaluar më tha se do të përgatitet. A keni qartë? A e pat? A e futet në kokë? Kjo fotografia e ju. Fotografia numër 1 është e juja, fotografia numër 2 është e juja. Te ju është paradigma 1. Dhe keni fotografi. Te është paradigma 2 dhe keni fotografi. Tash krejtëve do t'i tregoj një fotografi dhe keni me tregu çka po shihni. Ama shpejt, edhe një anë edhe ana tjetër. Mund të koncentrona, më ndëgju tamam cili çka po thot, cila anë çka po thot. Ama në 5 sekondat e parë, kur i tregoj fotografinë, ju keni me tregu çka po shihni, ju keni me tregu çka po shihni. Çka po shihni? Një fytyrë të gjatë. Grunë që e pa. Ju po shihni? Plakën. E tash, do të thonë këtu kemi një fotografi ku ana e majtë, ose ana e djathtë, e pa vajzën. Kur si e pa? Plakën. A di çka po mbon? Sti grupit ja kum tregu këtë fotografi dhe ka shtin kokë paradigmën e një vajze së re. Edhe ju keni qenë privilegju. A këtyre ju kum tregu këtë jetë. Edhe në kokë është kriju kjo, për shkak se unë kom sugjeru çka unë kom ndiku në mendimin e ju i kom udhëzu. Edhe në një fotografi tjetër, ku në realitet është dyja tjetër. Ju i keni pa vajzën, se ve gru vajzë. A ju i keni pa
Plakën, në realitet e kemi... Dhe tash që i kom pa dhja ta fet plakën. A pete shef. Për shkak se unë kom kriju, ju keni pas një paradigmë, kurse ju keni pas një paradigmë tjetër. Po njeriu i cili nuk kom ngull, mundohet me pa pak ma thellë i shef, dyja. Kjo është në përditshmëri. Një mendim tonë dojmë me imponu. A është partia politike, a është familje, a është puna, a është vlera jonë, a është në sport, ne imponojmë. Pa dasht me dalë prej kornizat. Ne, për me qenë hap me kohë, ne duhet me ndryshu, vazhdimisht duhet me ndryshu paradigmat, po në bazë parimore. Qeni shembull tjetër, që nuk ka të bërë me këtë. Jo zhvon eksperimenti, është sigurisht të kushtë plakës. Ta shë mu për më delë plakë, kur t'i shërë dyja. ti po të shë dyherë në dru paradigmat. Më po përsi e po, veç. Ama kur ta shef, ti e kërkon atë të parë. Ama, shif tash unë e kom bërë sugjerimin e tretë, shifni dyjat, kërkoni dyjat. E tash në varet, ju, shifni, një jetë, në gjithë shka, duhet më kërku të bukër. Të bukër në më kërku. Do të thotë, nëse kërkoni anën e mirë, në çdo element, edhe në më të shëmtuar, ju do ta gjeni. Pra, nëse kërkoni të keqën, edhe në diçka që është e përsosur, prapë do ta gjeni. Aja do të thotë se është kush jemi. Ne shohim ashtu si jemi ne brenda. Do thotë çka duhet më ndryshu, nëse do më ndryshu diçka jashtë, ku duhet më bëj ndryshimin e parë? Me dasht, tash, për me ditë vërtetësinë e paradigmës, që është me ditë provën që e më të pavën e një. Fotografia të të Do të thotë, Gjoje që të tash do të flasim, do të thonë, tash hapet tema e parimeve. Kur ne kemi të qarta, parimet, zakonet universale, atëherë ti asnjëherë nuk e shef, asnjë sugjerim që ndodh jashtë, për jashtë nuk e merr sikur çështje të kryme. Nuk e pranon mendimin e imponuar. Fenomenet i shef ndryshe, e shef për një pozicionit krejtësisht tjetër. Për shkak se variablat e juja, të analizës, të themjat të softverit juj, i shef gjërat në bazë të informacioneve pak më shumë që i keni. Por në bazë të parimeve, të rregullave. Ka pas edhe eksperimente tjera. Jo çdo njerëzve thotë numëroni sa lojtar janë, themi në një ndeshje të basketbollit, thotë numëroni sa lojtar ka me veshje të bardhë, edhe sa pasime kanë bërë ata me veshje të bardhë. Këtu një tjetër thotë çivni, këta që kanë veshje e zeza, sa janë edhe sa kanë pasime. A kupton? Ju shiqoni, themi, të bardhët, fare të shiqon ata tjerë, ata luajnë me zërit. Ndërkohë në ekran kalon 4-5 herë shimpanza. Do të kalon një person i maskum si shimpanz, kalon. Kërkush të shef? Jo s'ka më mendje, se ti i programu mund të më thonë ti fokusja të të konë. Ti je vetë vendosë e mërë në obeti. E ti nuk shek kur gjo tjetër. Të pola tjetër, ta pishtim krejt për të këllë të kërë. Edhe ti nuk shek kur gjo. Mërë ata vjedhin të se shek. Po, mërë ata, bravo, edhe këta. Të i thumë, ma ka dalë, nuk o bësh ashtu. Jo. Janë gjeni mu vrap, mu prish familjet. Kemi qarë. Për shkak se, edhe ka të bërë me shka? Me kulturën, popullore në kulturën tonë. Përderisa ne nuk i shohim tamam se po, e kom marrën detyrën. Ndërkohë thonë me diçka, pashtë disa shimpanza që 4 herë, 5 herë kaluan në ekran. E tash programimet ne për paradigmat tona për ku i kemi? I kemi për përditshmërisë. A kësaj kur ja shtojmë se nuk do me pununa, presim krejt gati,
Nuk ja bëjmë hizmetin sa është rënd, po, ti mësojmë edhe gjumit, edhe ushqimit, edhe komunikimit, edhe krejt analizat, analizën e këtij biznesi e bëjmë në bazë të paradigmave tona. Unë e bëjmë ndryshe, Gaja bën ndryshe, Elona ndryshe, secili bën ndryshe. Për me i koordinu, me ofru botë kuptimin e këtij biznesit, ne kemi bë angazhim për me shpjegu sa më thellë. Mos rregullshmëria. Çka ndodh? Sheh veç plakën, kur gjë tjetër nuk sheh. Rregullshmëria, çka ndodh? E sheh vetëm vajza. A cila është kërkesa? Me pa edhe njërin edhe tjetrën, edhe me qenë gatshëm, me kuptu se cila është hisja ime mrena sistemi. Edhe veç ma ato i kemi shumë më lehtë. Edhe kuptojmë se shifni, njerëzit i shohin se po binë gjetët. Thotë, ej, i ranë gjetët druri. Pse ne jemi të koncentruar te gjetët? A kur binë gjetët? Kusë është rënja e ushqyre. Ne asnjëherë nuk mendojmë për rënjën. Ne vetëm e shohim manifestimin. Manifestimi jonë, jetën tonë. Këtë gjendje që i kemi është rezultat i joni edhe kërkuj tjetër. Okej? Paradigmat si temë do të diskutojmë vazhdimisht. Vazhdimisht do të diskutojmë për shkak se për me konceptu fenomenet edhe suksesin me konceptu, se lumturinë në jetë, ne patjetër duhet me kuptu se kur një fenomen e kundrojmë, atë ditë, atë moment, ne kemi kundru në bazë dijeve edhe botkuptimeve tona. Pra ditë, nëse ne kemi përparu një jetë, 2 jetë, të njëjtin fenomen, e shohim krejtësisht ndryshe. Krejt ndryshe. Edhe kur te ne kuptojmë, atëherë shohim se ne nuk duhet me qa kokë çka ndodh jashtë. Ne duhet me qa kokë çka ndodh brenda nesh. Do të mësojmë gjitha parimet për shkak se këto Stephen Covey është jashtëzakonisht i fortë. Hajde ta shohim. Mund me shtu dhe diçka që ta përmbyllim. Rreth kësaj teme, po lë një hapësirë rreth kësaj pjese nga brenda jashtë, që edhe orën tjetër më diskutu për shkak se nuk mjafton. Vetëm duhet me shiqu, duhet me ditë një punë. Se qasjen që kemi rreth një problemi, varësisht nga shikimet tona të këtij problemi, është vetë problemi. Kemi një fjali të jashtëzakonshme të Einsteinit. Thotë, me mendjen që ki kriju problemit, me të njëjtën mendje nuk mundesh me zgjidhje. Me këtë mendje nëse kemi kriju problemin dhe jashtë kjo është realiteti jonë, ne duhet me ndryshu me mendje krejtësisht tjera. Prandaj ne i mësojmë këto gjëra, edhe me kalimin e kohës do t'i proponojmë një nga një, edhe kur ta kalojmë krejt librin, krejt parimet, mandej sistemojmë. Bile ta çojmë ndoshta edhe më lart ku secili prej jush nuk është keq me fillu e lexu librin, edhe me marr pjesë interaktive që me proponu sa më thellë dhe me marr shembuj që janë brenda asaj që e flet Stephen Covey. Autori jep shumë rëndësi familjes tij. Edhe merr shembuj nga përditshmëria e tij, edhe i tregon me sinqeritet më të madh gabimet e tij, edhe të gruas tij, në raport me fëmijët e tyre. Se përderisa kanë pas ata çastin ndaj fëmijët
Kjo është shumë e rëndësishme edhe për ju që jeni familjar, ose për ju që do të jeni familjar, do të keni fëmijë. Kur mundohesh me programu fëmijën, varësisht çysh bota neve na shef. Ne bëjmë dëm shumë të madh në rritjen, në karakterin, në bazamentin e karakterit të fëmijës. Për shkak se ne veprojmë ose marrim aktivitet deri në përdorimin e forcës tonë, kur ne mojmë e fuqinë tonë në fund me çumunin tonë ndaj fëmijës, për shkak se s'kan mundësive na kundërshtu deri në atë mas, me po dam shumë të madh, a zgjidhja është po që se i shohim fenomenin prej nevojave që i ka ai fëmijë. Edhe aty i shef Stephen Covey e merr shembull djalin e tij. Ku në shikim të parë, vetë prind e kanë përjetu si një person i cili s'mundet vetë me u zhvillu, se duhet këta me dhonë asistencën e vetë. Se nuk është edhe fizikisht, se nuk është edhe mentalisht i aftë. Edhe vazhdimisht duke i dhonë asistencë kanë çuar porosin se ti nuk je aftë, pa ne ti nuk mundesh. Edhe kanë pasur s'ka rezultat. Derisa ky autori Stephen Covey në një seminar vetë është ligjërues, vetëdijsues se në realitet metoda është e gabueshme. Se duhet me bëni një distancë edhe me shiqu fenomenin krejtësisht për një paradigme tjetër, respektivisht me ndryshu paradigme. Edhe porosin që e qënë është se ti e aftë vetë me bëti diçka. A puna jo si prindës vetëm një kriju kushtet për zhvillim normal. Jo me ndiku në veprim, për shkak se fëmia themi diçka që është pronë e tij, që llogarit që është pronë e tij, një lojë, për shembull për këtë lindje ka marrë lojë, ka marrë dhuratë. A ende se ka përvecu për veti dhuratën, a ne kërkojmë me nda me fëmijë të tjerë. Ditën e parë. Do thotë ende pa e kriju ajo ose ai ndjenjën se ajo është e saj. Ende s'është themi përjetësu me atë që është e saja, ne themi ndaj. A fëmijë shkon në një kënd thotë ju nuk e jap. Edhe ti në fund çka ja merr me sër dhe ja fëmijë tjerë. A nuk e ke kuptuar se ajo është nevojë elementare psikologjike? A kupton? Ku i thu, Okej, kjo është e jote, lën mu aklimatizu me pronën, edhe kur kupton se në realitet është e saj, edhe asnjë fëmijë nuk pretendon me marrë shtëpi lojrat, atëherë çka? Fillon me ndo. Po kjo vlerë që vjen prej brenda jashtë, kur ne krejtësisht për prizmës tjetër e vlerësojmë nevojën e parës, këtë rast fëmijë. Sado që është e vogël. Nëse ne shkojmë me metodën, po, si thot Stephen Covey, thot, dush me nda, thot jo. Po thot ti kur shkon të ata, ta s'ta japin, edhe ty nuk do t'japin lujtë. Prapë thot jo. Edhe vazhdimisht e keni përgjigjen jo. Edhe mandej ti e ngrit zonën, thot jo. Edhe mandej ti e merr me zër, edhe ndan. Edhe reaksioni është vaj, paknatësia edhe prishja e harmonisë, për shkak se ti nuk e respekton personalitetin. Edhe ai fëmijë, në realitet i është ndërprej ndjenja e natyrshme e zhvillimit personalitetit edhe të karakterit. A nëse ne i kuptojmë gjërat, i dim në bazë të autorëve, edhe ne jemi të gatshëm i kuptuar paradigmat, atëherë ne dim çka më vepru sot me fëmijën për me fitu produktin nesër. Sado që është e dhimbshme. Sado që dukemi se çka ka menduar, kthehet tash ky Stephen Covey në shtëpi, edhe shef situatën e fëmijës të tij. Edhe çka thonë, mysafir thonë ky ligjëron fëmijën vetë se pas ka dukur. Edhe ky tash për me tregu se në realitet ja unë metodat e mia përdor prap paradigmën për jashtë brenda. Mundohet me mrit qëllimin me metoda jo konvencionale, me metoda të etikës personalitetit, jo të karakterit. A kur bën një hap mas, çka është më rëndësishme, çka më ndajnë tjerë? Është më rëndësishme si do zhvillohet
Fëmijë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe nëse ne jemi këtu nuk i kemi ditë, për shkak se janë gjëra thjesht apo janë të thella në kuptimin me i ditë. A i përpunojmë. Atëherë edhe i përcjellim. Dhe atëherë ne ato fenomene i shohim. Dhe jemi të gatshëm me pa prej prizmave të ndryshëm, atëherë do të krijojmë gjenerata të reja, që janë të shëndosha, edhe në perspektivë kohore, mund të ndryshojmë komplet elementin shoqëror social. Mas pari familje tona dhe ma thellë. Mos të flasin për biznis edhe për arritje financiare. Ato më nuk kanë fund. Shkak se këtu preket edhe a element. Dhe sa më thellë që do t'jim në këto, se ky ende s'ka hyrë, kjo është vetëm hyrja parathënies, kemi hyrë ende në parimet, ato 7 parimet, më dhe kemi edhe parimin e 8. Në një libër krejtësisht tjetër të Stephen Coveyt, edhe gradualisht e rregullaksojmë dhe mbajmë mend për gjithmonë. Okej. Faleminderit.